Atëherë, në 3 minuta t'ju shpjegoj se pse ka marrë flak pallati në Tiranë. Kjo këtu është bukë peshku, e quajtun edhe polistiron. E njëjta gjallë edhe kjo, produkte që prodhohen në Shqipëri. Ndërsa kjo këtu është rock wool ose lesh gjami i presum. Atëherë, ja ta bëjmë një provë të vogël, ta nezim të letrën e do të shikojmë se cila do marrë flak. Ju duhet ta dini se bukë peshku, baza, produkti i parë i bukë peshkut është nafta, kjo bëhet nga nafta. Po ta shikojmë tash, sikur kjo tjetë afër zjarrit, shishanall. Kjo shkënjet komplet, shive. Edhe kur është zjarri i fuqishëm, kjo ban edhe flak. Pra, kjo merr flak, ju shikoni se kjo merr flak. Okej, jam marrë punë me këtë, marrim rock woolën, leshin e gjamit, leshi i gjamit nuk merr flak. Leshi i gjamit shumë mund të digjet, por flak nuk merr. Pra, shive sa rezistent është. Nuk duhet shkollë, nuk duhet inxhinieri, nuk duhet në shkencë me kuptu se pse nuk merr flak. Ja. Kjo nuk merr flak. Qofse zjarri është i fuqishëm, kjo mund të digjet, po digjet bëhet hi. Flak nuk merr. Nuk shikoni se nuk merr flak? Ja ta provojmë këtë tjetrën zezën. E njëjta gjë, kjo do marrë flak. Digjet, shikojeni digjet. Edhe kur bëhet zjarri i fuqishëm, kjo merr edhe flak. Shikojeni. Pra, shisha del. Kjo është e bëmë me naftë. Atëherë, çka këshilloj une? Se bukën e peshkut, buka peshkut nuk duhet përdor kurrë nëpër pallate. Mund përdoret në shtëpia private. Shtëpi private merr shtëpia ime flak, pas merr pallati. Pra ma në shaf vetën. Se do që tjetë në Angli para ca vitesh, është djeg një pallat i tërë me kishte bërë me bukë peshku. Ku aty për fatkeq vdiq një kopje shqiptarësh. Edhe që atëherë në Angli nuk bahen ma pallatet me bukë peshku, bahen vetëm me rock wool, me lesh gjami. Unë kam 25 vjeç që merrem me këtë punë, për këtë arsye u shtyna për me u bë një video. Me u tregu se kush është e mirë, cili produkt është i mirë për me vesh shtëpinë. Jo për shnes, gjithve.